Të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim patjetër që do të ndalemi tek zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, do të ndalemi tek listat e kandidatëve. Fokusi kryesor për gjatë minutave në vijim do të jetë Partia Demokratike dhe konkretisht qarku i Tiranës me një sër emrash të rinj të cilët janë vendosur në listat e kandidatëve për deputet, teksa siç jeni bërë me dije edhe nga fleshi informativ, ka qenë vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili ka miratuar zyrtarisht emrat e këtyre kandidatëve të cilët garojnë për qarkun e Tiranës. Me mua në studio është bashkuar njëri prej këtyre personazheve dhe është një personazh tepër i veçantë, një personazh tepër i rëndësishëm për vetë faktin se vjen nga diaspora. Me mua në studio është bashkuar zoti Etem Aga, kandidat për deputet i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Zoti Aga, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fox News. Faleminderit juve dhe ju falenderoj me gjithë shpirt që më jepni këtë hapësirë mediatike që të shprehem sidomos për votën e diasporës, nga... Absolutisht, cilësuar si më thelbësorja në këto zgjedhje. Absolutisht. Po ta shohësh me qetësi, domethënë janë mbi gjysma e elektoratit shqiptar që ndodhet në diasporë. Sali Berisha ka thënë që Shqipëria në flamurin e saj ka Shqipen me dy krena, po ka edhe elektoratin e saj që është në dy krahët, një pjesë është në Shqipëri, pjesa tjetër është në diasporë. Pra, unë mendoj, domethënë që diaspora duhet përfaqësohet në Parlamentin e Shqipërisë, edhe në qoftë se elektorati i diasporës dhe elektorati i Tiranës, të cilën unë i përfaqësoj, domethënë do të më zgjedhë mua në Parlamentin e Shqipërisë, unë do të mbroj interesat e diasporës që i njoh shumë mirë hallet dhe problemet e tyre. Në një farë mënyrë, një lloj problematike që ndron që nuk i është lënë shumë hapësirë diasporës, të paktën përfaqësuesve nga diaspora për të kandiduar. Ju jeni i pari në listën e hapur për Partinë Demokratike për qarkun e Tiranës. Të lutem regjeni nëse e keni gati pak listën dhe grafikun, ma shfaqni në ekran, ndërkohë që ne vijmë diskutimin, zoti Aga. Keni drejt. Për hir të vërtetës, kjo është herë e parë ky sistem elektoral i cili është për herë të parë në Shqipëri, pra nuk e dim akoma se si do të zgjidhet kjo puna e këtyre, sepse nuk ka përfaqësues për diasporën, domethënë që bën fushat edhe janë përfaqësues të diasporës, puro diasporës dua të them. Por është, domethënë, ne jemi në qarkun e Tiranës edhe thithim votat e diasporës që votojnë për qarkun e Tiranës, por jo si me thonë që diçka të tillë që është vende të rezervuara në Parlamentin e Shqipërisë për diasporën. Unë mendoj që do të ishte një gjë shumë e mirë, domethënë rezervimi i disa vendeve në Parlamentin shqiptar për diasporën. Një farë numri diku 10-15 mbase veta që të përfaqësojnë diasporën në gjithë botën, duke ditë që janë mbi gjysma e elektoratit shqiptar ndodhet në diasporë. Zoti Aga, ju e ndani jetën mes Shqipërisë dhe Francës. Duhet ju pyes pak, duke qenë se nisëm me diasporën dhe me komunitetin shqiptar kudo nëpër botë, si ka qenë procesi i regjistrimit, paktën kur flasim për Francën? Kam përshtypjen shifrat nuk kanë qenë tepër të larta, rekord ka mbajtur Italia, Greqia, e ndjekur më pas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në total është një numër prej rreth mbi 230.000, çka në një farë mënyrë nëse do të bëjmë një matematik shumë të thjeshtë, do të përkthehen në gati 22 apo 23 deputet. Po, tani Franca ka diku ke 5-6.000 njerëz, 5-6.000 votues që janë... Jemi aktualisht me listën zyrtare tashmë të miratuar edhe nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të kandidatëve për deputet për qarkun e Tiranës të Partisë Demokratike dhe zoti Aga është emri i parë në listën e hapur. Përpara se ne të vijojmë me pyetjen që sapo ju bëra zoti Aga, mbase një koment mbi mënyrën se si është ndërtuar ekipi për qarkun e Tiranës,
edhe për listën e mbyllur, por edhe për listën e hapur. Në qoftë se do të kishit mundësi të bënit disa ndryshime, gjithmonë flasim për të mirën e vendit, për të mirën e Shqipërisë, cilat do të ishin ato. Se kemi njerëz të nderuar, më pas jush kemi doktorin e nderuar Ilir Ali Mehmetin, apo njerëz të tjerë të nderuar me një background të pasur dhe të pastër politik në një farë mënyre. Unë kur i hedhi sy listës Partisë Demokratike, qoftë të mbyllur, qoftë të hapur, a ka vend për përmirësim? Me siguri që po. Do të thonë, një diçka, do të thonë që me që jam nga diaspora, ka një diçka. Do të kishte qenë e pëlqyeshme që një nga vendet e rezervuara në listën e mbyllur kishte qenë nga diaspora. Për listën e diasporës. Për listën e diasporës, do të ishte një sinjal pozitiv, them, për Partinë Demokratike, që të ishte një njeri në listën e mbyllur. Tek lista e hapur jam unë, po me sa di unë, janë edhe 2 vetë tjerë që janë ke lista që janë nga diaspora. Po ta shofësh, domethënë që ju e thatë që parë që numri më i madh i votuesve është në Itali, edhe në Greqi. Është edhe proksimiteti, është afërsia domethënë e këtyre 2 shteteve që janë me Shqipërinë. Se në një farë mënyrë edhe vetë politika është fokusuar më shumë në këto vende. Domethënë zoti Berisha, zoti Rama, takimet më të shumta i kanë qoftë në Itali apo qoftë në Greqi. Pavarësisht se grupime të ndryshme përfaqësuesish kanë qenë prezent. Patjetër dhe do të ma thoni ju më pas se si ka qenë situata në Francë. Zoti Aga, edhe diçka të fundit. Në të gjithë këtë vazhdën e miratimit dhe zyrtarizimit të listës, qoftë asaj të mbyllur apo qoftë asaj të hapur në mënyrë, edhe pak kënaqësi të ndryshme nga një sër eksponentësh dhe figurash. Ju, kur e morët vesh që do të jeni në listën e hapur i pari si kandidat, a ndjet e morët më shumë si një lloj sfide, apo do të parapëlqenit që të mos bënit në një farë mënyrë një fushat, por të kishit vendin tuaj të siguruar? Jo, tani kjo është për hir të vërtetës, kush, do të thonë, është pyetje, do të thonë, kush nuk dote që të ishte tek lista e mbyllur. Por fakti që unë jam në listën e hapur, kjo është një nder që Partia Demokratike më bën, edhe mendoj, domethënë, që do të jetë diçka pozitive për diasporën, por jo vetëm, sepse unë përfaqësoj edhe fshatrat e mbi Tiranës, domethënë kurorën e Tiranës, domethënë jetojnë mbi 100 e ca mijë njerëz, domethënë në fshatrat në kurorën e Tiranës. Edhe unë do t'i përfaqësoj paktën një pjesë të mirë nga Durrësi, se më thonë, në kufi me Durrësin deri në kufi me Elbasanin, domethënë gjithë kjo pjesë, domethënë, do të përfaqësohet nga unë. Kështu që unë nuk kam kritika për listën e Partisë Demokratike, sepse fundit aty ka një strategji, mendoj unë, është një strategji politike e mirë menduar, nuk është sepse nuk është, si ta them, nuk ngrihet dikush në mëngjes edhe po thot tani edhe po fusin ca njerëz dhe tjerë. Ty janë njerëz me kontribute, janë njerëz që kanë milituar me vite tëra, domethënë që janë në Partinë Demokratike, edhe janë njerëz me moral të lartë aty. Domethënë nuk është diçka, domethënë që rasti, si them, tek kjo. Pra, unë mendoj që lista është një listë fituese dhe shpresoj që të jetë një listë fituese kjo listë e Partisë Demokratike. Ndërkohë për të vjuar aty ku ndalëm pak më herët tek Franca. Tek situata e diasporës, mënyrën se si kanë lëvizur ngjarjet dhe zhvillimet në Francë, duke qenë se thashë pak më parë ndani jetën mes Shqipërisë dhe Francës. Unë e ndaj jetën midis Parisit dhe Tiranës. Në Francë, me sa di unë, janë afërsisht 5-6.000 njerëz, 5-6.000 votues që ka. Tani, emigracioni shqiptar drejt Francës nuk është shumë i madh.
është edhe deri diku është edhe një emigracion elitar, do të thënë që biles pjesa më e madhe që ka ardhur në Francë, ka ardhur diku mbas vitit 2013, do të thënë jo para vitit 2013. Unë e maj mend, do të thënë që pati më bëni një farë recensi, si më thonë në Francë, edhe diku ke vitet 2005-2006 ishin diku 1500-1800 shqiptarë që jetonin nga Shqipëria. Kurse Italia dhe Greqia janë me qindra mira, do të thonë në Itali afrohen afërsisht 1 milion, në Greqi pak më 700-800.000 shqiptarë, kështu që do të thonë po unë përfaqësoj edhe shqiptarët e Italisë, edhe shqiptarët e Greqisë, do të thonë të diasporës. Sepse diaspora është pavarësisht se ku ndodhet. Pavarësisht se ku ndodhet. Si është puna? Problemi është që kush më mirë se sa një njeri që ka jetuar 35 vjet në diasporë, njeh problemet e diasporës. Unë mendoj që si unë shpresoj që të ketë edhe disa të tjerë, domethënë, që të shkojnë në Parlamentin e Shqipërisë edhe të thonë hallin edhe të shkojnë të takojnë edhe njerëzit në diasporë. Ka dhe një diçka tjetër, që nëse unë zgjedhem në Parlamentin e Shqipërisë, unë jam një urë midis Shqipërisë dhe Francës, shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të diasporës, do të thonë, edhe si them, diskutimet janë më fluide. Në fakt e kisha lëmë për në fund të hapësirës këtë pyetje zoti Aga, por ndonjëherë biseda merr ndryshe dhe unë po e bëj në këto momente pyetje. Nëse ju do t'ju jepet mundësia për të përfaqësuar diasporën në Parlamentin shqiptar, a do të ishte i gatshëm Ethem Haga që të linte Francën dhe të vjonte punën e tij këtu në Shqipëri, në Tiranë, për të përfaqësuar denjësisht, për të qëndruar afër komunitetit votuesve dhe çdo lloj përfaqësie të mundshme shqiptare? Absolutisht. Po kjo është edhe pikë e parë. Fundja, domethënë, si mund të zgjedhësh në Parlamentin e Shqipërisë edhe të jetosh diku tjetër. Domethënë, duhet të jetosh në Shqipëri. Po unë nuk i kam humbur asnjëherë lidhjet me Shqipërinë dhe me vendlindjen time, që është farka. Domethënë që unë jo vetëm që do të riktu, po domethënë që puna ime do të jetë e jashtëzakonshme. Do të punoj jashtë mase. Domethënë, midis, domethënë, për ligjet që do të votohen në Parlamentin e Shqipërisë, për përmirësimin e jetës së emigrantëve shqiptar, përfaqësuesit të tyre, ka një problem me diasporën. Edhe ky problem është për shembull fëmijët në diasporë nuk mësojnë dot shqip. Pse? Se duhet të ketë disa shkolla, duhet të ketë disa të paktën ca shoqata, domethënë që sponsorizohen nga shteti shqiptar për kulturën shqiptare dhe për njerëzit dhe për këto fëmijë që të mësojnë shqipen edhe që mos ndahen kurrë nga Shqipëria, sepse është problem i madh. Ne shqiptarët absorbohemi. Shifeni, historikisht ne kemi problem, domethënë sa shqiptarë jetojnë jashtë shtetit. Ja, janë me mira, thuhet që janë mbi 6 milion shqiptarë që jetojnë në Turqi. Shumë pak njerëz që flasin shqipen, edhe që e kanë marrë lidhjen me Shqipërinë. Prandaj na duhet në mënyrë absolute, domethënë që të marrim këtë lidhje të ngushtë me Shqipërinë, edhe për të mbajtur lidhje të ngushta me Shqipërinë, duhen shkolla në diasporë. Ndërkohë, në fakt janë publikuar edhe numrat të cilat do të mbajnë partitë kryesore të cilat do të jenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Alianca për Shqipërinë Madhështore ka numrin 1, zoti Aga. Ka një lloj këndvështrimi të paktën nga ana juaj? Po, domethënë numri 1 është numri fitues, po duke qenë edhe unë numri 1, numri 1, domethënë që kjo është një risi, edhe më vjen shumë mirë domethënë që Partia Demokratike është numri 1, sepse Partia Demokratike ka qenë gjithmonë numri 1. Domethënë, edhe unë e them dhe e kam thënë disa herë që Partia Demokratike nuk është partia më e mirë e botës. Unë them që Partia Demokratike është partia më e mirë e Shqipërisë. Partia Demokratike është ajo që na solli lirinë. Partia Demokratike është ajo që e çoi Shqipërinë firmosi për hyrjen e Shqipërisë në NATO. Hoqi vizat për shqiptarët, por e kam bindje
që Partia Demokratike e Shqipërisë është ajo që do të firmosi me Evropën, për hyrjen e saj në Evropë. E kam të sigurt, këtë e kam të sigurt, e kam bindje. Duhet të marrë argumentin tuaj se rekun një deklaratë të bërë nga kryesocialisti Edi Rama, i cili gjatë një takimi me kandidatët për deputet në qarkun e Tiranës, tha se në 11 maj Partia Socialiste merr 1 milion vota dhe është momenti me peshën më të madhe gjeopolitike në mënyrë që Shqipëria të shkojë drejt Bashkimit Evropian. E komentojmë pak së bashku këtë deklaratë? Po, absolutisht, se këtë 1 milion votave, Edi Rama ka 12 vjet që e thotë, domethënë që ka marrë 1 milion vota. Po tani shef Ondra me sy hapur të Edi Rama që do të marrë 1 milion vota. Domethënë, unë nuk e di, është i shkëputur absolutisht nga jeta e qytetarëve, sepse unë domethënë që jam në terren pothuajse çdo ditë nuk kam pa një shqiptar të vetëm, qoftë demokrat, qoftë socialiste, qoftë një njeri që nuk ka votuar asnjëherë kurrë në jetën e tij, që të jetë i kënaqur. Të gjithë njerëzit, të gjithë shqiptarët një njerëz të pakënaqur. Si fiton zgjedhjet Rama? Se pa votën e shqiptarëve s'ka si ti fitoj. Disi fitojnë zgjedhjet Rama. Rama, paktën deri tani ka fituar zgjedhjet, domethënë me Erion Velin, edhe me disa horra tjerë, domethënë që ç'kan bërë. Domethënë këto kanë bërë, i kanë bler, i kanë shantazhuar njerëz, domethënë i kanë fituar domethënë zgjedhjet, i kanë vjedhur zgjedhjet, domethënë i kanë vjedhur zgjedhjet, i kanë bler zgjedhjet. Dgjoj, unë kam qenë kandidat në 2021. Po. Kam qenë 36 tek lista e Partisë Demokratike. Unë kam parë të merr, domethënë gjatë fushatës. Kam parë shantazhet pa para, domethënë që i bën njerëzve të cilët vinin edhe më shoqëronin për shkak gjatë fushatës elektorale. Kto nuk le njëri pa i bën shantazh. Nuk le njëri pa shku pa i telefonu, pa i thonë që ke shku ke bën një like e Temagës në Facebook, hiqe. Do t'ju tregoj një anekdot. Një miku im më telefonoi edhe më tha që e kam djalin jashtëtetic, edhe ka bërë një like për ty, edhe e kishin telefonuar, e kishin thonë hiqe like-un, nuk e disha me thënë drejtën, që duhet që një like mund të hiqet, mund të vjet dhe mund të hiqet. E kuptoni ju ç'është shantazhi? Shifni se kjo drejtësia e re, kjo është fantastike, flasim gjithmonë për drejtësinë e re, më the thash, spakun edhe diçka tjetër. Është e vërtetë që ka futur disa njerëz, edhe me disa njerëz në përburgje, po asnjëherë kurrë për arsye politike. E fusin Erion Velin në burg për fustanet e shoqes të Ajora Xhoxhës, por nuk e fusin kurrë as për 5 dën, edhe as për inceneratorin e Tiranës. 80.000 euro në ditë paguhet për inceneratorin e Tiranës. Ku shkojnë to lekë? Shkojnë, blejnë mediat, shantazhojnë njerëz, blejnë zgjedhjet. Ja pra, kështu e ka fitu për menimin tim, domethënë Edi Rama zgjedhjet. Domethënë, edhe në asnjë kurrë nuk i ka fitu zgjedhjet Edi Rama. Edi Rama i ka vjedhur zgjedhjet. Edhe mësimin më të madh që do të mori Edi Rama është kësaj here. Thonë që Edi Rama me tranalliqet e tij, me atë ignorant, të shantazhon, biles është një njeri që të shkel me kom, por ideja, Partia Demokratike është një parti e cila respekton njerëzit, nuk është kështu siç Partia Socialiste. Po ta shohësh kështu, gjysma e njerëzve që janë aty janë në spak. Kjo është habitshme. E habitshme, se si mundet, se si Edi Rama mund të mendoj që të fitoj zgjedhjet, kjo është diçka e tmerrshme. Dgjoj, duhet një diçka, edhe kjo është jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për demokracinë. Domethënë, duhet patjetër një rotacion politik, një rotacion politik. Domethënë që edhe demokracia të ekzersohet në këtë vend. Domethënë, në një vend autoritar është e pamundur. E qartë. Ndërkohë, për të përmbyllur, zoti Agan. Pavarësisht se jo zyrtarisht ka filluar në një mënyrë indirekte fushata elektorale, do të jetë ashpër kjo fushat, zoti Aga? Mendoj që kjo fushat elektorale do të jetë një fushat e ashpër. Unë shoh për shembull listën e Partisë Socialiste. Ato do të shqyen mes tyre. Unë mendoj që në Partinë Demokratike ka një harmoni të jashtëzakonshme.
ka njerëz domethënë që luftojnë për ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet. Ka njerëz domethënë që në vetvete duan domethënë këtë rotacion politike dhe jo personale. Është domethënë që është një fushat që bëhet për vendin, që mos të shkasi më larg drejt një autokracie, domethënë më keq se sa kaq. Kurse ato tjerët, domethënë çfarë do bëjnë? Do bëjnë një fushat vetjake edhe personale, domethënë për të marrë ofiqet edhe për të marrë postet e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. E qartë. Ndërkohë, një mesazh të fundit drejtuar audiencës, drejtuar publikut, drejtuar shqiptarëve, qoftë për kandidimin tuaj apo qoftë edhe për një mesazh përgjithësues për zgjedhjet e 11 majit. Që kanë dy gjëra fantastike, domethënë Partia Demokratike është e para, ka një listë mbyllur dhe ka dhe një listë hapur. Unë jam i pari tek lista e hapur. I bëj thirrje diasporës shqiptare të më votoj, edhe unë do t'i përfaqësoj dinjësisht, me dignitet në Parlamentin e Shqipërisë. I bëj thirrje edhe gjithë tiranësve, sepse duke qenë Tiranës, dem baba dem, edhe duke përfaqësuar edhe gjithë kurorën e Tiranës, ose një pjesë të kurorës së Tiranës, i bë thirrje tiranësve, të më votojnë, që të kenë edhe ato një përfaqësuesin e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Unë edhe një diçka tjetër, ju a thash edhe më parë, do të jem një urë bashkëpunimi midis Francës dhe Shqipërisë. Fakti që unë jam shqiptar o francez, më lehtëson mu edhe punën, duke di që kam lidhjet e mia në Parlamentin e francez, në Senatin francez, lidhjet e mia ndërkombëtare, edhe ato shqiptare, mendoj që mund t'i lehtësojnë punës edhe qeverisë shqiptare në të ardhshme. E qartë. Të falenderoj shumë zoti Agaj që ishe sot në Fox News, ishte kënaqësi e madhe për mua, patjetër që do të kemi të tjera hapësira së bashku për të diskutuar më konkretisht planin, por edhe fushatën elektorale. Ju faleminderit juve dhe francezët thonë merci mille fois. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Publicitet.